Përshëndetje, në emisionin e sotëm të Prosperous Alp, kam nderin të kem të ftuar zotin Lulzim Basha. Zoti Basha, mirë se erdhët. Gjithmonë kënaqësi, dashur Gjeq, zoti kryetar i Konfindustrisë. Është në fakt kënaqësi e veçantë zoti Basha, sepse kemi rastin që të flasim hapur edhe gjatë për tema të cilat unë mendoj që janë të rëndësishme për të sotme, jo vetëm për ekonominë, por në tërësi politikën, demokracinë e kështu me radhë. Ju jeni tashmë një politikan i cili ka eksperiencë në politikë, por ka eksperiencë edhe në fushën qeveritare, të ekzekutivit. Unë kam parasysh faktin që në qeverisjen e Partisë Demokratike nga 2005 deri në 2013, ju keni qenë nga aktorët e rëndësishëm që kanë bërë të mundur arritjen e disa momenteve pozitive për shqiptarët, por edhe ekonominë shqiptare. Gjithashtu, ju njiheni për marrëdhënie të ngushta me partnerët ndërkombëtar. Dhe kjo është një nga asetet e juaja, sipas mendimit tim. Zoti Basha, viti 2021 ka qenë një vit, mund të them, i rëndësishëm për demokracinë shqiptare. Pse i rëndësishëm? I rëndësishëm për faktin sepse në vitin 2021 Shqipëria nuk e kaloi testin demokratik të kalimit paqësor të pushtetit mbas 2 mandatesh qeverisje. Pritshmëria ishte e madhe. Partnerët ndërkombëtar që duhet ta pranojmë janë garantët e stabilitetit demokratik të shteteve si Shqipëria, aq më shumë se Shqipëria. Si të thuash, heshtën në një farë mënyre. Ndërkohë që rezultatet e Partisë Demokratike të vitit 2021, sipas analizës time, kanë qenë shumë pozitive, duke patur parasysh kushtet e veçanta të vështira në të cilat opozita dhe sidomos Partia Demokratike ishte në terren. Absolutisht. Kam parasysh këtu faktin e financimeve të shumta, një pjesë madhe jo formale, që janë përtorur nga partia në pushtet. Kam parasysh këtu faktin që pushteti vendor nuk ishte e pranishme Partia Demokratike. Kam parasysh këtu kërcënimet masive që kishte nga grupe të shumta paramilitare që ishin pranishëm terren, dhe këtë vërtetun fakti se 4-5 deputet që fituan në zgjedhjet 2021 tashmë janë jashtë politikës, në duart e SPAK-ut. Kam parasysh edhe faktin që duhet ta pranojmë që kishte një mbështetje ndërkombëtare partia që ishte në pushtet. Pra, ishin disa faktorë shumë të rëndësishëm sipas mendimit tim që nuk bën të mundur të tranzicion që mund të ishte edhe prova demokratike përfundimtare e Shqipërisë. Si e mendoni ju në perceptimin tuaj? Përse ndodhi e rezultatë në 2021, përse nuk u bën ndryshimi i pushtetit dhe përse ndërkombëtarët e heshtën? Ti marrim një nga një. Tashmë është një fakt, siç e thatë dhe ju, i provuar në rrugë gjyqësore që zgjedhjet e 2021 u manipuluan. E kam fjalën për deponimet në gjykatën kundër krimeve të rënda apo gjykatën në krimeve speciale, pjesë e SPAK-ut, të çështjes Çyrbja. Ish deputet Durrësit tashmë në arrest në burg, ku përgjimet vërtetojnë se në qarkun e Durrësit edhe vetë mandati i kryeministrit aktual u prodhua me ndihmën e bandave kriminale, të organizatave të krimit organizuar në Durrës. Siç e thatë dhe ju, nuk është një rast, janë shumë raste që provojnë influencën e drejt për drejt të krimit organizuar, të intimidimit votuesve dhe të blerjes votave. Dhe kjo është dhe arsyeja pse rezultati final i publikuar nuk reflekton vullnetin e qytetarëve. Është e vërtet që në krye të Partisë Demokratike unë bëra gjithçka për të kaluar problemet në raport me qeverisjen, një qeverisje që nuk donte me asnjë kusht të lëshonte pushtetin, pra donte me mjete ekstra ligjore, antidemokratike, të mbante pushtetin si qëllim vetvete, por sigurisht i vetëdijshëm edhe për disa gjyle të rënda që duhet të tërhiqja me veten këtë proces. Fakti është që Shqipëria u penalizua. Shqiptarët u penalizuan, ekonomia shqiptare u penalizua dhe në 4 vjet, pothuajse 4 vjet pas këtij procesi, e shohim që
Nuk u prodhua asgjë e mirë për Shqipërinë, vazhdoi lëngata ekonomike, vazhdoi emigracioni masiv i shqiptarëve, vazhdoi vrasja e shpresës dhe humbja e besimit tek Shqipëria, tek ekonomia shqiptare, në veçantë me influencë të madhe tek ata që janë ndesësit e energjisë pozitive dhe të shpresës në një shoqëri që është sipërmarrja, rinia, shtresa e mesme. Por, pa diskutim që faktori ndërkombëtar ka peshë në vetë në këtë aspekt. Unë duhet gjithsesi të them që është faktori ndërkombëtar, një nga mbështetësit kryesor përballë rrëveshit qeverisë aktuale ndaj SPAK-ut dhe drejtësisë së pavarur, që duke inkurajuar drejtësinë e pavarur ka bërë të mundur transparencën tashmë gjyqësore dhe fillimin e ndëshkimit të atyre që futën duart tek vullneti i qytetarëve në 2021. Dhe për të bërë një fast forward në këtë kohë ku jemi tani, për herë të parë struktura e posaçme antikorrupsion me asistencë euroatlantike, jo thjesht do të vëzhgojë, por do të marrë përsipër ndëshkimin e rrept të krimeve zgjedhore në zgjedhjet e 11 majit. Natyrisht, kështu SPAK-u është në detyrën e vet, duke mbrojtur një nga aspektet kryesore të një bashkëjetese paqësore dhe të zhvilluar që janë zgjedhjet demokratike. Por kjo nuk është vetëm detyrë e strukturës posaçme antikorrupsion. Në fundit është detyrë e qytetarëve që 11 majin ta trajtojnë me përgjegjësi absolute. Asnjë qeveri nuk bie nga qielli. Asnjë qytetar nuk e ka fatin të vulosur në kuptimin e zhvillimeve demokratike. Me 11 maj, shumica dërmuese e qytetarëve, të cilët ndihen në kurth të marrë peng në një qeverisi tashmë 12 vjeçare dhe e dështuar, e kanë në dorën e tyre ta refuzojnë në vazhdimin e kësaj qeverisje, apo riciklimin e rrëngadave të tranzicionit dhe të korrupsionit, duke zgjedhur një alternativë që i përfaqëson interesat e tyre dhe që ju jep besim, jo vetëm që do t'i mbrojë dhe promovojë këto interesa, por dhe rrugën si do ta bëjë këtë. Dhe për këtë kam nderin dhe privilegjin të drejtoj koalicionin euroatlantik. I pari formacion politik që vjen në një program tashmë pothuajse 1 vjeçar, nuk i kemi zënë prit qytetarëve me premtimet të çastit fundit, por prej 1 viti kemi shpalosur programin tonë para gjithë grupeve të interesit për t'i përfshirë një debat thelbësor që mungon në Shqipëri, si rezultat i trysnisë pushtetit tu nuk ka një debat thelbësor mbi çështjet vërtet të rëndësishme për qytetarët, që është kosto jetës, çmimi i madhëve të konsumit, të ardhurat, taksimi, klima e biznesit, konkurrueshmëria, meritokracia. Programi ynë duke marrë si bazë këto shqetësime të përditshme të qytetarëve në tërësi dhe grupeve të interesit në veçanti, ka marrë përsipër të formulojë përgjigje racionale dhe të besueshme, të certifikuara si të tilla, sepse edhe kjo ka rëndësi, nga auditorët, nëse mund të them kështu, më autoritativ të Europës, ekspertë të CDU-s gjermane, por dhe të partnerëve tanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e cilësuan programin tonë, kur u shpalos në 1 qershor të vitit kaluar, si programi më i mirë i hartuar ndonjëherë në 35 vite në Ballkan, dhe si programi i parë vërtet i qendrës së djathtë në Shqipëri. Okej. Shiko, zoti Basha, përse e filluam bisedën duke analizuar se çfarë ndodhi në zgjedhjet e 2021-shit. Ka një arsye në fakt. E lëmë janë shtrëmbërimet dhe problematikat që kishin ato zgjedhje thelbësore, që ju i përmendët. Absolutisht. Domethënë edhe këtë është fakt i qartë. Janë dokumentuara në rrugë gjyqësore. Janë fakte të qarta. Dihet. Duke qenë se Shqipëria, dhe jo vetëm Shqipëria, në fakt janë vende, janë shtete të cilat ende sot nuk mund të quhen shtete demokratike. Demokraci hibride është etiketa që përdoret rëndom për Shqipërinë në raportet vjetore të Departamentit të Shtetit apo të Bashkimit Evropian mbi demokraci. Dhe kjo unë mendoj që është edhe luks në fakt. Situata është edhe më e keqe se sa kjo. Është pak me përkëdheli, dhe. Jo me përkëdheli. Domethënë situata në Shqipëri, nëse do ta marrim në disa shtylla kryesore që tregojnë nëse je shtet demokratik ose je në rrugën e demokracisë ose jo, janë të gjitha nota negative. Absolutisht. Atëre, më poshtë se Kosova, patjetër, shumë më poshtë se Kosova në indikatorët kryesorë dhe në shumë indikatorë më poshtë se Maqedonia e Veriut, madje për fat keq kohë të fundit edhe më poshtë se sa Malizi. Patjetër.
Dhe unë po i përmend një nga një për qenë të qartë, jo për ne, se ne i kemi të qartë në një farë mënyrë, po për shikuesit tanë. E para, ne nuk kemi ekonomi tregu të mirëfillt. Ekonomia tregut të Shqipërisë është ekonomi e cila karakterizohet nga monopolet, oligopolet dhe tregjet e mbyllura. Pra konkurenca mungon. Duke rënë shtylla e ekonomisë tregut, praktikisht ka rënë shtylla demokracisë. Ka rënë demokracia. Kalojmë tek demokracia. Demokracia ka dy probleme kryesore, të qarta tashmë. E para është problematika e madhe me proceset zgjedhore që ende sot ne nuk mundemi të bëjmë procese zgjedhore pak a shumë normale, të pranueshme, të pakontestueshme. Dhe së dyti, këtu nuk ka ekuilibrat pushtetit. Të gjitha pushtetet janë pushtete monokratike të njëshit. Dhe njëshi është kryeministri. Flasim për sistemin e drejtësisë. Tashmë është fakti pranuar që ne jemi në atë gjendje që nuk kishim të avd vetë ta menaxhonin sistemin e drejtësisë, por na e morën të huajt për të mirën tonë. Absolutisht, dhe dua të theksoj te ky aspekt që nuk është diçka që ndodhet në Shqipëri për herë të parë. Po. Kujtesa e vëzhguesve të ngjarjeve rajonale, qoftë në audiencën tonë, me siguri risjell shembujt e Rumanisë apo të Kroacisë, dy vende tashmë anëtare në Bashkimin Evropian, po ku do duhej një ndërhyrje dhe një investim pikërisht evropian apo euroatlantik, me qëllim që të thyhej monopoli pushtetit, monokratik siç e quhet ju, i cili mbante peng apo bllokonte funksionimin e drejtësisë si një shtyllë e pavarur e pushtetit. Dhe ishte pikërisht kur drejtësia nisi funksionoi si e pavarur nga pushteti në kuptimin ekzekutiv, nga qeveria, kur u bën shembuj qartë disa figura, do të thoya, qendrore politike, kryeministra të këtyre vendeve dhe të vendeve tjera, të cilët u hetuan dhe u dëshkuan për abuzime pushtetit dhe për korrupsion, që u hap drita jeshile për këto vende që të bëheshin antarë të Bashkimit Evropian, sepse duhet ta themi, në rrugtimin tonë, pa diskutim Bashkimi Evropian mbetet aspirat ndërkombëtare, por para të gjithash, mbi të gjitha, Bashkimi Evropian është një bashkim i sundimit të ligjit, i shtetit të së drejtës. Dhe as nuk mund të mendohet që Bashkimi Evropian t'i hap dyert një vendi ku ekzekutivi dhe legislativi, në veçanti ekzekutivi, vendos nën presion gjyqësorin për t'i ruajtur të pandëshkueshëm fajtorët kryesor për korrupsionin dhe abuzimin e pushtetit. Natyrisht, në këtë linjë logjike, unë do të thoja që në zgjedhjet e 2021-shit ishte realizuar ideja që do të kishte ndryshim pushteti. Dhe për të qenë sinqert me njëri tjetrin, pak a shumë u kuptua edhe roli ndërmjetësues, ta quajmë, por edhe pak urdhërues i partnerëve ndërkombëtar përpara zgjedhjeve. Ku, si të thuash, u krijua një ide që, duke qenë se ata janë shumë të qartë, që në shtete monokratike, siç e përmendëm pak më përpara, autoritare, nëse do ta lësh vetëm me forcat e brendshme, këtu sundimi mund të vazhdojë pafund. Në shoqëri që drejtohen nga qeveri dhe kryeministra apo president autokratik, nuk ka ndryshim pushteti. Demokracia nuk funksionon nëse qeveria, partia në pushtet, i vë vetes qëllim të mbajë pushtetin me çdo kusht. Të rinë pushtet është, po, qartë. Dhe natyrisht, ky nuk është fenomen shqiptar, ky është fenomen për të gjitha ato shtete të cilat karakterizohen nga shtetet autoritare, monokratike, pavarësisht se logët mund ta kenë demokratike. Prandaj duhet kjo ndërkrurje, ky bashkëpunim që folëm që në fillim, që sigurisht roli kryesor është i qytetarit për të marrë përgjegjësinë që jep demokracia është përgjegjësi. Çdo liri është përgjegjësi, pra për të zgjedhur me votë të ardhmen e vetë, të fëmijëve të vetë, familjes vetë, të ardhmen e Shqipërisë, dhe jo për të skllavëruar për atë 24 orë për të ndjekur nga pas një establishment korruptuar dhe autokratik. Por në kushtet ku ndodhet Shqipëria, me problemet që kemi, me problemet e shprehjes lirë, të mendimit lirë, të medias lirë, të patronazhimit politik në kuptimin negativ të fjalës, pa diskutim roli i partnerëve ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm. Dhe unë e shoh këtë rol të dyfisht, e shoh pa diskutim në vlerësimin që i bëjnë indekseve të demokracisë të institucioneve shqiptare, që janë tërësisht negative, e shoh në mënyrë dhe më të rëndësishme dhe më efektive dhe më të prekshme dhe nga qytetarët shqiptar tek mbështetja që japin
strukturës posaçme antikorrupsion në veçanti, drejtësisë së pavarur në përgjithësi, për t'i dhënë fund praktikës së mbrojtjes së korrupsionit dhe për të goditur, për të vënë para ligjit dhe parahekurave zyrtarët e korruptuar të niveleve të larta, pavarësisht prej ngjyrave politike. Po, unë jam shumë dakord me këtë përgjithësim, me këtë sintezë që u bë, dhe duke ecur në këtë drejtim, u krijua ideja që në 2021 Shqipëria do të kishte ndryshim pushteti dhe mbase mund të ishte arritur dhe një marrëveshje midis kryesorëve të politikës shqiptare, përfshirë dhe ju në këtë rast, në të cilën Shqipëria do kalonte në mënyrë normale të qetë për të bërë atë rotacionin e pushtetit, të natyrshëm për demokracinë, por siç duket diçka cedoi, diçka u prish. Diçka shumë e rëndësishme. Pikërisht. Mos vallë zoti Rama në këtë marrëveshje që mund të ishte edhe e heshtur, po e mirë kuptuar me palët, me garant partnerë ndërkombëtar, me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka prishur një marrëveshje, si të thuash, të pranuar të rregullat e të lojës të kalimit paqësor të pushtetit. Pa pikë dyshimi që po. Dhe jo vetëm kaq. Zoti Rama ka funksionuar si një ekosistem edhe me lojtarë të tjerë të vjetër të tranzicionit për të penguar jo thjesht rotacionin dhe ndryshimin, por një farë mënyrë edhe kalimin e stafetës tek një brez i ri. Sepse, siç e thatë, ndër aktorët kryesor politik në vend, unë jam i vetmi që i përket një brezi të shkolluar jashtë influencës komunizmit në perëndim, të formuar me normat dhe parimet e perëndimit, dhe që kam patur dhe kam si synim kryesor jetësimin e këtyre normave në shtetin shqiptar si garanci për drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve shqiptar. Pra, gjithçka që unë jam dhe besoj është në kurs përplasje me gjithçka që zoti Rama dhe shkolla politike e këtyre 35 viteve në Shqipëri, edhe e tjerëve para zotit Rama, besojnë. Ata besojnë se qytetari do t'i imponohesh në një formë apo një mënyrë tjetër duhet t'i imponohesh. Qytetari dhe grupet e interesit duhen trajtuar si vartës, se shkolla e tyre politike, cila buron për fat keq nga shkolla politike e diktaturës që kemi në pas 3 dekada gjysmë më parë, nuk e shikon raportin e politikanit e shërbysit publik si një raport të drejt për drejt me qytetarin, por si një raport superioriteti me qytetarin si inferior, si klient i pushtetit dhe jo si faktikisht mbartësi i vullnetit për të krijuar pushtetin. Dhe këtu është dhe përplasja themelore që kemi me njëri tjetër. Zoti Rama është ndjerë dhe ndihet i kërcënuar në kjo mendësi që unë dhe demokratët e Euroatlantik, koalicioni Euroatlantik, po jo vetëm, shumë të tjerë kemi. Dhe partneritetin e gjeti tek të ngjashmit e tij. Me ta ndërtoi një kurs veprimesh i cili u shpalos me shpejtësi në veçanti pas shtatorit 2021, që kishte për qëllim ruajtjen e status quo-s. Atë që unë kam quajtur, e kam pakzuar si trekëndshi i Bermudës, pra që është ruajtja e status quo-s dhe e pozitave të pushtetit politik, pushtetit ekonomik, pushtetit mediatik, të 3 aktorëve të vjetër të tranzicionit. Pa diskutim personi në pozitat më komode këtu është Edi Rama, sepse duke u mbajtur të 2 aktorët e tjerë, ai përpiqet të garantojë pushtetin me devizën e famshme nuk jam më i miri, por nuk kam më të mirë se unë, sepse krahasimin e bën pikërisht me 2 aktorët e tjerë, të cilët dihet që kanë një konsum total të ciklit tyre politik, po kështu dhe zoti Rama, dhe janë në hyrje të një cikli tjetër që është cikli i përgjegjësive penale. Pra këtu është e qartë që zoti Rama jo thjesht shkeli rregullat e lojës, por u angazhua aktivisht dhe mbetet i angazhuar aktivisht kundër investimit qytetarëve shqiptarë rreth parë, por dhe investimit faktorit Euroatlantik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë Madhe dhe Bashkimit Evropian për ta nxjerrë Shqipërinë nga kthetat e tranzicionit, për ta nxjerrë nga etiketa e demokracisë hibride, ekonomisë pjesërisht konkurruese dhe e zbatimit pjesërisht të ligjit dhe për ta futur në atë trajektore ku duhet të futet një vend që është nisur për antarësinë plot në Bashkimin Evropian. Kjo është thyrja që psoi Shqipëria në 2021, pasojat të cilës çdo qytetar i ndjen lëkurën e vet, në portofolin e vet, në tryezën e vet dhe në familjen e vet. Zoti Basha, në vazhdim të këtij arsyetimi, të cilën unë mendoj që ka një rëndësi të jashtëzakonshme për
demokracinë shqiptare, për mirëqenien shqiptare dhe për zgjedhjet e afërta të 2025-s. Ku e gjeti forcën zoti Rama që të merrte përsipër përgjegjësinë e madhe që të përballej dhe me partnerët ndërkombëtar, të cilët kishin ofruar një zgjedhje, ta quajmë të mirëqen, i kishin thënë që këto do të jenë parametrat për të bërë këtë kalimin paqësor të pushtetit. Dhe ideja është që në analizë mundet për ta thjeshtuar partnerët ndërkombëtar praktikisht mund t'ia kishin për të qartë zotit Rama për t'i thënë që zotëri dashur pushteti do ndryshoj. Ata mund kishin zoti Basha do të jetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë dhe mbase zoti Veliaj do ishte trashëgimtari i zotit Rama në Partinë Socialiste. Ku e gjeti këtë forcë zoti Rama që i tha jo? Prishje se një pakti që ishte marrë me garancinë e partnerëve ndërkombëtar me në krye Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si mendoni ju? Shiko, nuk e di nëse mund t'i vë etiketën pakt një qëndrimi që është realisht koherent që nga 1992 i komunitetit Euroatlantik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, Britanisë Madhe, që kërkon në veçanti nga partia në pushtet respektim rigoros të rregullave elementare të demokracisë, atyre që njihen si kriteret e Kopenhagës, për të shmangur kalqifikimin, betonizimin, çimentimin e një klani të ngushtë individësh në pushtet, sepse është tashmë një fakt i provuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, që kjo sjell pasoja të rënda fillimisht për demokracinë, për ekonominë dhe më pas për stabilitetin social dhe pasoja fundit për stabilitetin dhe sigurinë rajonale që janë një kosto drejt për drejt e arkitekturës euroatlantike të sigurisë në Ballkanin Perëndimor, pra prekin në palc interesat kombëtare të sigurisë të partnerëve tanë. Dhe pa diskutim, kushdo që i ka rënë me kokë këtij muri vlerash dhe parimesh, nuk ka qenë muri që është shembur. Por megjithatë shohim që drejtues autokratik gjatë atyre 3 dekadave gjysmë e kanë bërë këtë në mënyrë të përsëritur në Ballkan dhe në Shqipëri. Përgjigjja ime është që kur një drejtues ka një kohë gjatë në pushtet, dhe është provuar tashmë që korrupsioni është ngritur në sistem, nga ku marrë edhe leitmotivin për pyetjen tashmë virale ku i ka shokët Edi Rama, fakti që gjysma e kabinetit është në burg për korrupsion, gjysma tjetër është në hetim për korrupsion, dhe dora tij e djathtë është në azil politik ndërkohë që kërkohet për korrupsion, ish zëvendës kryeministri, është prova më e qartë që kemi bënë një sistem korrupsioni të ngritur posaçërisht për të marrë dhe mbajtur pushtetin nga zoti Rama. Por në momentin që drejtësia fillon bën punën e saj, problemi i tranzicionit politik kthehet një problem të mprehtë personal për drejtues të cilët kanë abuzuar kaq gjatë dhe kaq thellë në pushtetin. Thënë ndryshe, për zotin Rama kjo nuk është thjesht çështje e daljes në opozitë apo e dorëzimit paqësor të pushtetit. Është çështje e llogaridhënies para drejtësisë. Ajo që e bashkon zotin Rama për fat keq me zotin Berisha dhe me zotin Meta, dhe natyrisht varësit e tij në burg, në 313 apo gjetk, është pikërisht halli se si do të përballen me drejtësinë dhe se si mund ta shmangin këtë përballje. Dhe kjo është ndarja me thik bardezi që ne koalicioni euroatlantik kemi me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste në pushtet, por sigurisht edhe me këta të tjerë, sepse ne japim mbështetje pa kushte strukturës posaçme antikorrupsion për të shkuar deri në fund betejës që jep fund pa ndëshkueshmërisë në Shqipëri, sepse pa këtë nuk ka barazi para ligjit. Dhe pa barazi para ligjit, as që mund të mendohet një ekonomi e zhvilluar dhe një ardhmë e sigurt për shqiptarët. Korrupsioni është pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Është njolla e zezë në reputacionin ndërkombëtar të Shqipërisë. Pa u zgjidhur çështja e pa ndëshkueshmërisë, pa u zgjidhur shtetit drejtës, barazia para ligjit, asgjë nuk ka për të funksionuar siç duhet, përfshirë atë që diskutuam pak më parë, që është sjellja, gjoja sigurisht në një treg të lirë, po jemi treg tërësisht kontrolluar. Ku ka, siç është ajo thënia që diskutuam pak më parë, ka njerëz që punojnë dhe ka njerëz që bëjnë para. Dhe nuk janë të njëjtë njerëz. Ata që punojnë për të mbajtur, kur thonë,
familjen e tyre, duke filluar nga profesionistët apo biznesi i vogël, për të mbajtur në këmbë një sipërmarrje që ka ndoshta 20-30 vite në treg e tani gjendet në breshmi produkti tërësishëm i dështimeve dhe korrupsionit të qeverisë, ndërkohë që të tjerë pa merit janë ata që xhestojnë financat, duke filluar si përfituesit kryesor të financave publike dhe përfituesit kryesor të monopoleve shtetërore që nga lejet e zhvillimit tek lejet e shfrytëzimit e gjithçka tjetër. Pra jemi në kushtet e një mega monopoli qeveritar që trajton operatorin ekonomik si klient vetin ose si mjedis. Për të dhënë fund kësaj, kryesore në planin ton është aspekti i luftës kundër korrupsionit. Dhe këtu ne kemi folur edhe para zgjedhjeve me vepra, jo me fjalë. Ne kemi çuar në kuvent paketën tonë të ardhjes në ndihmë SPAK-ut sipas kërkesave të SPAK-ut, me më shumë fonde, burime njerëzore dhe infrastrukturë ligjore. Nuk e kanë sjellë, ka një vit e gjysmë në parlament, nuk e sjellin në rendin e ditës. Ne kemi çuar në parlament vetimun e politikanëve. Sepse prej kohësh shqiptarët e kuptojnë që shumica dërmuese e politikanëve janë aty për të shërbyer interesave të veta, jo interesit publik. Qoftë kjo duke parë politikën si biznes, qoftë duke parë si një rifugjo për të mbrojtur nga drejtësia. Politika nuk mund të jetë as biznes për interesat personale të individëve dhe as mburojë nga drejtësia. Dhe vetimu i politikanëve është instrumenti ligjor, tashmë i certifikuar dhe nga Komisioni i Venecias, që ndan shapin nga sheqeri. Dhe shqiptarët me votën për vetimun e politikanëve do të kuptojnë rreth parë kush është i korruptuar dhe kush jo, kush është i lidhur me krimin dhe kush jo, dhe së dyti, kalimi i kësaj mase, shpresoj me parlamentin e ardhshëm, do të bëjë mundur kontrollin rigoros çdo vit të 140 deputetëve të kabinetit qeveritar, të drejtuesve kryesor të shtetit, me të gjitha masat që bëhet edhe kontrolli gjyqtarëve. Përfshirë pse jo edhe përgjimi preventiv. Pse për gjyqtarët dhe prokurorët kjo që ka e legjitimuar dhe për ata që kalojnë ligje dhe xhestojnë miliardat e taksapaguesve shqiptar që janë ka e tepërt. Politika nuk do të kthehet një luks, një mjet pasurimi dhe mbrojtje nga drejtësia. Mbrojtje të pandershme nga drejtësia. Politika duhet mbetet shërbim ndaj publikut dhe në stadi ku ka arritur kalbëzimi i politikës shqiptare si rezultat i korrupsionit, duhen masa të forta, duhen masa si manipulite, si duart e pastra në Itali dhe më të forta. Dhe këtë parashikojmë në programin tonë, vetimun e politikanëve, heqjen e imunitetit për parlamentarët. Sepse Arben Ahmeta iku, ju dha 2 javë kohë, të largoheshte nga vendi, pasi u futën në procedurat e heqjes imunitetit. Themelimi i njësisë së rikuperimit të pasurive të vjedhura, shqiptarëve, taksapaguesve, i kanë disa në Shqipëri, disa jashtë Shqipërisë. Ka përvoja të mira se si gjurmohen, sekuestrohen, konfiskohen dhe rikthehen këto asete në shërbim të publikut shqiptar, në shërbim të qytetarëve shqiptar. Këto janë masa represive. Sigurisht propozojmë një sër masash tjera që kanë për qëllim ta çlirojnë ekonominë nga disa prej instrumenteve jo vetëm korruptive, po dhe kontrolluese që qeveria aktuale dhe kryeministri aktual kanë vënë në funksion pikërisht për drejtuar pra kontrollin e financave publike, por edhe kontrollin e zhvillimit tek ata aktorë që janë 100% përfaqësues të interesave të tyre apo prestanome të interesave të tyre. Dhe këtu kam parasysh eliminimin e shumë prej barrierave, gërgave të shishës që thonë, domethënë që nga licencimi, lejet, kontrollet e tjerë dhe vendosjen e rregullave të barabarta për operatorët ekonomik në terren. Po lufta kundër korrupsionit është dhe mbetet jetike për vendin që të ecë përpara. Mbështetja ndaj SPAK-ut, masat që sapo përmenda, janë fillimi i rrugës dhe pastaj shtrirja e saj në çdo sektor, me vëmendje të veçantë sektorët e zhvillimit ekonomik dhe të punësimit. Në mënyrë të padiskutueshme, por logjika është që fillimisht duhet bërë ndryshimi i pushtetit, pastaj të kalojmë në fazën e zbatimit të këtyre vullneteve të quajmë politike. Problemi është i tillë, mos vallë vetë zoti Rama si personazh tashmë është në një rreth të mbyllur që ai nuk del dot edhe nëse do nga disa interesa të cilat takojnë grupeve të caktuara dhe merr përsipër edhe këtë mendim irracional që unë nuk e di nëse e merr apo jo, që të dalin përballë të hapur me partnerët ndërkombëtar, me faktorin ndërkombëtar, edhe në zgjedhjet e 2025. Sepse edhe mund të duash të dalësh nga një lojë
e rëndë që e futur, por nuk të lënë që të dalësh nga e lënë. Apo jo, se preken interesat më Thënia dhaja. vjetër fut 5 lekë për të fut në valle, fut 10 lekë e nuk del dot. Pikërisht. Por kjo është një problem esencialisht etik, moral i zotit Rama. Problemi i shqiptarëve nuk mund të kufizohet në mundësinë apo pamundësinë e zotit Rama për të lënë pushtetin në funksion të mënyrës se si ndihet ai përballë drejtësisë apo frikrave apo ankteve të tjera që mund të ketë në raport me faktorë të tjerë, që s'kemi se t'i fshehim, aludohet qërësisht për faktor kriminal, sa ata dolën në përgjimet e SPAK-ut, që e kanë dhënë mbështetje politike në rastin e Çyrbës dhe jo vetëm. Problemi i shqiptarëve nuk mund të kufizohet te fati një individi kushdo qoftë ky. Kjo do të ishte një përsëritje të tmerrshme, fatale, pafalshme e diçkaje që kemi lënë pas 3 dekada e gjysmë më parë. Prandaj është e rëndësishme depersonalizimi, ndarja nga personi në zgjedhjet që do bëjmë me 11 maj. Zoti Rama dhe garda vjetër politike do që shqiptarët t'i trajtojë si tifoz në një stadium ku luhet një lojë futbolli. Po politika nuk është një lojë futbolli. Një lojë futbolli të falet pasioni, se je tifoz me një fanellë apo me fanellën tjetër. Ke asociacione, ke shoqërime emocionale me një skuadër apo me skuadrën tjetër. Nuk ka rëndësi sa e dobët të skuadra që ti mbështet, që në fëmijëri. Nuk ka rëndësi se sa turpshëm dobët luajnë, apo sa faule bëjnë. Ti prapë mbështet atë skuadër, sepse është një attachment, është një lidhje personale që ti ke. Apo jo. Trajtimi i politikës, forumit më të lartë të civilizimit, ku zgjidhen në mënyrë paqësore kontradiktat mes grupeve të interesit, si ndeshje futbolli, është një kurth fatal për njerëzit, për familjet shqiptare, për publikun shqiptar. Kush e trajton politikën si një ndeshje futbolli, që unë jam me këtë skuadër apo me atë skuadër dhe jam gati të bëj gjithçka për të mbështetur skuadrën, mbetet thellësisht i zhgënjur, sepse në thelb roli i qytetarëve në zgjedhje ndryshon kryekput nga roli i tifozëve në stadium. Tifozët në stadium janë aty për të mbështetur skuadrën e zemrës. Publiku shkon në zgjedhje për të mbrojtur fëmijët e vet, familjet e veta, interesat e veta, kompaninë e vet, investimet e veta, shëndetin e vet, arsimin e vet, sigurinë e vet publike. Dhe nëse dështon të mbaj përgjegjës, t'i vër para llogarisë pushtetarët e korruptuar, që i kanë varfruar, i kanë zbrazur xhepat, i kanë zbrazur tavolinat, i kanë larguar fëmijët, i kanë përkeqësuar gjendjen e shëndetësisë, kanë rrënuar arsimin, kanë përzër 1 milion shqiptarë kur kanë premtuar 300.000 vende pune. E kanë zhytur shëndetësinë shqiptare në nivelet më të ulta në Ballkan kur kanë premtuar shëndetësinë të niveleve europiane falas. Nuk kanë asnjë perspektivë për zgjidhur çështjen e pronës kur premtuan legalizim falas. E tjera broçkulla, atëherë këta qytetarë që dështojnë të marrin këto vendime për veten e tyre, për fëmijët e tyre, për familjet e tyre, praktikisht janë duke bërë shërbimin më të keq vendit dhe vetes tyre, janë duke varrosur shpresat për ndryshim. Ndaj dhe thirrja ime është jo thjesht një shumicë shqiptarësh që duan ndryshim. Thonë nuk shkon më. Edhe sikur ky të kishte bërë mrekulliere, 12 vjet janë gjatë. Jo më që është bërë zullumi mullar. Por thirrja ime drejtohet edhe një pakice që këta përpiqen ta joshin ata tërheqin si tifoz. Ti vën gishtin kokës. Sepse në 11 maj o janë me fëmijët e tyre, o janë me Edi Ramën. O janë me familjet e tyre, o janë me Edi Ramën. O janë me Shqipërinë, o janë me Edi Ramën. Nuk mund të jenë me të dy njëkohësisht. Kush beson tek fëmijët e vet, kush don familjen e vet, kush don që Shqipëria të ecë përpara, me 11 maj nuk ka alternativë tjetër përveç se të vër mendjen punë, zemrën në vendin e dur dhe të votoj për largimin e Edi Ramës. Pa diskutim, nuk ka votë thjesht për largimin e një qeverie, vota duhet të shkojë te një alternativë, prandaj dhe investimi kryesor i Edi Ramës është që në 11 maj mos kishte alternativë. Prandaj shpiku fabulën e Bufit, të Gogolit, që ka përdorur rëndom për të mbledhur socialistët edhe kur kanë qenë mërzitur, me figurën e zotit Berisha, dhe bëri gjithçka për të sabotuar daljen tonë si alternativë në zgjedhje. Fillim duke na hequr legitimitetin në një vendim tërësisht antiligjor dhe korruptiv me 11 qershor, duke bashkëpunuar me zotin Berisha për të mbyllur listat e votimit, pra për të hequr votën preferenciale, e bashkëpunim që ka vazhduar në çdo aspekt përfshirë ekonomik dhe mediatik.
Ndërsa ja kemi dalë ti mbjetojmë ti rrebeshi për çdo lloj alternative në zgjedhje, sot jemi para shqiptarëve e para forcë politike me një program që prej 1 qershorit, e para forcë politike që nxorri emrat e parë për deputet në 10 shkurt të këtij viti, pikërisht për t'ia nënshtruar gjykimit qytetar, dhe e vetmja forcë politike që garon me listat hapura. Listat tona të mbyllura janë fiktive dhe njerëzit në listat tona të mbyllura kanë dhënë dorëheqjet, janë depozituar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Që do të thotë çdo qytetar e ka në dorë të votojë se këtë do të çojë në Parlamentin e ardhshëm. Dhe janë ata deputet që do të marrin qoftë një vot më shumë, që do të shkojnë në kuvendin e ardhshëm të Shqipërisë për të përfaqësuar këta qytetarë që i çuan, që i mandatuan. Së dyti, e vetmja forcë politike që mbështet 100% spakun. Pse? Sepse është e vetmja forcë politike ku jemi të 140 kandidatët, njerëz të lirë. Nuk na kap askush nga xhaketa. As për dosje korrupsioni, apo akoma më keq dosje të vjetra të sigurimit të shtetit, jemi 100% të lirë dhe nga kjo buron edhe fuqia, edhe vizioni, edhe, si më thënë, frymëzimi për të mbështetur 100% drejtësinë e pavarur. Nga ana tjetër, është pikërisht e kundërta. Janë njerëz të cilët në listat e mbyllura janë konceptuar si një gardë personale, si një kazermë personale në shërbim të kryetarëve që ose janë në arrest për korrupsion, fshehje pasurie dhe pastrim parash, ose janë në proces penal, ose presin shumë shpejt t'ju bashkohen shokëve në procese penale dhe prandaj e konceptojnë listën e mbyllur si një garnizon privat për të mbrojtur interesat e tyre. Zoti Basha, duhet t'jap një vlerësimin tim për një ta quajmë protagonizëm tuaj politik, që unë e quaj nga pikat kulmore të 10 vitit fundit. Kam parasysh fjalimin tuaj në kuvend, ku ju e emërtuat me emër dhe mbi emër, oligarkët e Shqipërisë dhe lidhjet e tyre me kryeministrin. Personalisht mendoj është një nga veprat politike më të arrijera dhe më unike që ka ndodhur në këtë 10 vjeç. Siç duket, ai fjalim preku pikërisht pikën e nxehtë, pikën lidhëse të fuqishme midis politikës dhe oligarkisë. Ju mund të keni marrë goditje personale, sepse natyrisht nuk i vjen mirë një grupi të rëndësishëm njerëzish të cilët sot kanë pasuri të mëdha jo për meritën e tyre, po për shkak të bashkëpunimit me qeverinë. Dhe këto mund të ketë ndikuar edhe në proceset që ndodhen mbas zgjedhjeve të 2021-shit. Po diskutojmë. Qoftë mbështetje mediatike, financiare e kështu me radhë. Çdo aspekt. Po pra. Ndërkombëtarët ndërkohë e kanë marrë mesazhin, edhe qytetarët shqiptarë e kanë marrë atë mesazh. Ai mesazh nuk është nga ata mesazhe që harohet lehtë. Absolutisht. Nuk është nga ata mesazhe që harohet lehtë. Problemi është që në kushte racionale është ajo që thoni ju. Duhet ishte bërë prapaktheu që në 2021-shin, jo më në 2025-ën nga një qeveri që ka qëndruar në pushtet 2-3 mandate, apo jo? 3 mandate. 3 mandate. E kërkon të 4. 3 mandate, domethënë me gjithë mandatin që mbaron tani në 2025. Por shikojmë që hapa prap të paktën në nuk ka. Nuk ka. Ndërkohë gjendja ekonomike në Shqipëri është e rënduar. Është e rënduar deri në ato përmasa që unë po ja them juve sot, që në qoftë se do të kalojë me rrjedhje të lirë kjo situatë, ne mund të kemi destabilizim dhe kaos deri në përmasat e 97-s. Absolutisht, ndaj plotësisht të shqetësim me ju. Pam statistikat e fundit, 2 sektorët kryesorë të prodhimit janë tashmë në recesión. Sa askush nuk e thot. Nuk është vetëm ajo. 2 sektorët kryesorë, bujqësia dhe industria janë të dy në recesión. I vetmi sektor që është mbajtur disi dhe dim fare mirë se cilat janë rrethanat që e mbajnë deri diku, janë sektorët është sektori i shërbimit. Ndërsa industria ka kaluar recesion total, bujqësia jo nuk ka kaluar recesion, po për shkak të parametrave fundamental të recesionit, siç është demografia dhe shkatërimi i bazës kryesisht blegtorisë, në qoftë se nuk ka ndërhyrje të forta dhe të shpejta, nuk e merr vetëm. Dhe këtu gjë rastin them që domethënë shkaktari kryesor i recesionit në 2 rastet mbetet qeveria e Edi Ramës. Mund të thuash sa duash që kursi këmbimit e tjerë për industrinë, por nuk është vetëm kursi këmbimit, është mungesa totale e meritokracisë në treg.
është mungesa e aksesit barabartë, është mungesa e barazisë para ligjit që shkatërron besimin e industrisë tek nesme. Pa diskutim, sektori i eksportit ka vështirësitë e veta për shkak të kursit të këmbimit. Po edhe kursi i këmbimit ne e dimë se çfarë varet nga parametrat makroekonomik europian e botror dhe çfarë varet nga fluksi i pandalshëm i parave informale që shkatërrojnë biznesin e ndershëm, që shkatërrojnë industrinë tonë prodhuese kryesisht për eksportin dhe kanë çuar në sektor të caktuar deri në reduktimin me 1/3 të fuqisë punëtore. Po dalemi pak tek bujësia, kur rënia është dhe më dramatike. Ne e dimë fare mirë që bujësia nuk funksionon pa subvencione. Jo vetëm që nuk jep subvencione kjo qeveri për afro 1/3 apo jo të forcës punëtore, sipas vetin statit qeveritar është 1/3, 1/3 shqiptar jeton në bujësinë, jo vetëm nuk jep subvencione, jo vetëm nuk investon në infrastrukturën rurale, por vodhi dhe parat e i partit. Është kështu apo jo? Vodhi, parat e i partit. Efekti i parë dhe i tmerrshëm është reputacioni i Shqipërisë në Bruksel, aty ku Bashkimi Evropian i ka kapur në flagrancë, duke vjedhur taksat e europianëve, që në vend që të shkonin për fermerin shqiptar kanë shkuar në vila e restorante luksoze për pushtetarët, dhe efekti i dytë, akoma më i tmerrshëm, është që nga momenti që kjo ka ndodhur, Bashkimi Evropian dhe i parti janë në ngrirje. Kush i vuan pasojat e kësaj? Fermeri shqiptar. Cilat janë pasojat e kësaj? Rënja me pothuajse 80% e stokut të gjës së gjallë në Shqipëri. Braktisja me pak të 40% e punimit tokës. Askush nuk flet për to, askush nuk merr përgjegjësi për to, askush nuk jep llogari për to. Ndaj synimi ynë është nga njëra anë të vendosim të gjithë këta përgjegjës për këtë situatë para drejtësisë, dhe nuk bëhet fjalë vetëm për Eda Krifca këtu. Ajo ishte fytyra e këtij skandali korruptiv. Po, nëse do ishte ajo vetëm e përgjegjëse, nuk do të merrte në sqetull kryeministri ta emëronte prapë në mënyrë paradoksale stafin e vet të ngushtë. Ky është një problem sistematik dhe në majtë të sistemi është vetë kryeministri Rama. Dhe zhdyti me planin tonë, që parashikon 3 qasje fondamentale për të rimënkëmbur bujësinë shqiptare, pra 1/3 e popullsisë, që është subvencione në masë 100 milion euro në vit mbi bazë të prodhimit, 50 milion euro në vit të investuara në infrastrukturën bujësore dhe aksesin në tregjet e vendit, tregjet rajonale dhe tregjet europiane të prodhimit të fermerit shqiptar. Zoti Basha, të gjitha ato që përmendët ju janë të vërteta. Ekonomia shqiptare sot mbahet vetëm në 2 shtylla. Një në turizëm, të quajtur turizëm, dhe e dyta në ndërtim. Degët thelbësore të një ekonomie, të një shteti, që është industria, markat e prodhimit vendor, prodhimi vendor në përgjithësi, dhe bujqësia janë në rënje të lirë. Por, i lutem do më dëgjoni vetëm për një çështje që unë mendoj që është edhe më problematike se sa këto që përmendëm që unë prapë i quaj pasoja. Pa diskutim janë pasoja. Janë pasoja. Në të gjitha rastet kur eksportet e një vendi, e një shteti, marrim rastin e Shqipërisë, janë në një minus historik, flas për vitin 2024. 5.4 miliard euro deficiti tregtar. Pra, 5.4 miliard euro kanë dalë jashtë Shqipërisë. Dhe ndërkohë shikojmë që përsëri leku është në pozita jashtëzakonisht fortë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që pavarësisht makijazheve që përdor librat e statistikave të qeverisë, me numrin e supermadh të turistëve që vinë, që kompensojnë deficitin tregtar, dhe për investime të çuditshme që nuk i shohin praktikisht, pra të gjitha në shifra të cilat mund të manipulohen, por një shifër nuk lëviz dot. Shifra e deficitit tregtar. Leku nga ana tjetër është super i fortë. Kjo më njëherë bën lidhjen që rrymat e parave të zeza që futen në Shqipëri
janë jashtëzakonisht më të mëdha se ato që kemi menduar ne. Pa pikë diskutimi. Dhe këtu janë futur me siguri edhe grupe ndërkombëtare të krimit. Pa diskutim. Sepse kaq e madhe duhet jetë sasia. Nuk ka nevojë të hamendsojmë sepse është në raportet vjetore të Europolit, Interpolit dhe të aleatëve tanë strategjik. Pikërisht. Mendoni për një moment. Sepse paradokset janë nga më të çuditshme në vende të tilla. Mendoni për një moment që këto para, të cilat nuk është se prodhohen në Shqipëri, prodhohen në vendet kryesisht të Bashkimit Evropian, të partnerëve tanë Euroatlantik. Me të drejtën e Zotit, ata do t'i bllokojnë. Dhe me sa duket, edhe reforma në drejtësi, edhe vetë ndërtimi i SPAK-ut. Është ai litari i cili po vjen të mushtohet, pikërisht për këtë arsye. Sepse edhe Bashkimi Evropian nuk është një vend i cili predikon si misionarët demokraci. Kanë interes. Për të qelluar mendimin tënd. Ja ta mbaroj. Ju e dini që un kam shërbyer edhe si ministër i jashtëm dhe si ministër i brendshëm. Do ta them se nuk e themi në sallon e skemi pse mos e themi qytetarëve. Mund të bëj edhe një ta mbyll me kaq edhe pastaj vazhdoni ju. Mendoni për një moment që fluksi këtyre parave. Prandaj po them që skenari nuk është hipotetik. Skenari që unë thash pak më përpara është real. Kjo do të thotë që leku shqiptar në një periudhë disa mujore, nëse do të zgjedhim çështjen që është një buton reforma në drejtësi dhe lufta kundër krimit. I bie që leku kaq i fortë të zhvlerësohet në mënyrë galopante. Ekonomia të bjeri dhe mund përfundosh në kaos real në rrugë, rënje të rendit publik, rikthim në 97-ën. Si e mendoni ju këtë situatë? Që ka një shqetësim fondamental për pjesën informale dhe të ardhurave në Shqipëri, kjo duket dhe këtë nisë të them, në raportin jo të zhdrejt, po të paimagjinueshëm në misionet diplomatike të akredituara në Tiranë. Dhe këtë e them jo thjesht me konstatimet e sotme, po edhe me përvojën dhe përgjegjësinë e dikujt që ka shërbyer edhe si ministër i jashtëm, edhe si ministër i brendshëm. Si është e mundur që vendet partnere, vendet aleate, të kenë një racio, një proporcion 1:10 dhe 1:20 midis stafit diplomatik dhe ekspertëve të rendit publik dhe të luftës kundër krimit, kryesisht luftës kundër krimit. Ju e dini për çfarë kam fjalë. Misionet të rëndësishme të aleatëve tanë strategjik, për çdo diplomat kanë 20 oficer të agjensive të ligjzbatimit. S'ka rëndësi nëse janë ekspert pastrimit parave, apo të luftës kundër trafiqeve të paligjshme, apo edhe më drejt për drejt të luftës kundër strukturave të krimit organizuar. Ky është një proporcion që flet vërtet ulërin për stadin kritik në cilin ndodhet ekonomia shqiptare dhe stabiliteti social i Shqipërisë si rezultat i përmbysjes totale të raportit mes paras informale dhe pjesës tjetër të ekonomisë. Dhe ne nuk është se përjetojmë për herë të parë. Është era tretë nëse. Prandaj është jetike për dikë që i dhimbë se të vendi. Është jetike për të gjithë ata që e kuptojnë që roli i parë i shtetit në kontratën sociale është siguroj paqe, siguri, rend publik, stabilitet, që të merret çdo mas, që kombinimi i këtij skenari, parave të pista dhe interesit drejt për drejt partnerëve tanë strategjik, sepse preken vetë ekonomitë e tyre, vetë siguria e tyre kombëtare nga kjo, për ta zvogluar, goditur, ndalur këtë fenomen, dhe një prej pasojave që diskutoha pak më parë, që është futja në recesion e çdo sektori deri tani me përjashtim të sektorit të ndërtimit dhe deri diku turizmit, çdo sektor tjetër i prodhimit sot është në recesion. Patjetër. Është në recesion. Këtu kemi një koktejl vdekjeprurës për stabilitetin ekonomik dhe pa diskutim dhe për stabilitetin social të vendit. Prandaj këto zgjedhje nuk janë thjesht dhe vetëm për programet, pra të vetë që me program për një qershorit jemi ne, të tjerët janë bëjnë prestigjatorin me teza të kopjura të vjedhura dhe parciale, por nuk është thjesht dhe vetëm çështje e nivelit taksimit. Okej, ne kemi ardhur me 9% dhe s'është tek. Është që jemi konkurrues me vendet e tjera të rajonit që janë në 9%, sepse ne kemi jetike të thithim investime të huaja, por dhe po kështu të reinvestojmë parat e investitorëve dhe sipërmarrësve potencial shqiptar në ekonominë shqiptare. Nuk është thjesht çështje e luftës kundër korrupsionit si pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik. Është çështje, siç është shtruar me drejt, esenciale e stabilitetit social të Shqipërisë.
Për këtë arsye 11 maj është një ditë përgjegjësie shumë e madhe nga prindrit për fëmijët dhe nga fëmijët për prindrit e tyre të moshuar për pensionistët. Nuk bëhet fjalë thjesht dhe vetëm për të vendosur për një pjesë programit që t'i intereson si fermer apo si sipërmarrës, taksat apo arsimi apo familja, për gjitha këto ne i kemi përgjigjet për këto grupe interesi brenda kuadrit makroekonomik shqiptar. Bëhet fjalë nëse Shqipëria e nesërme do të zhytet një depresion thellë ekonomik dhe destabilizim social, apo do të dalë nga kjo gjendje dhe do të ecë e sigurt drejt një destini europian të një ekonomie të zhvilluar dhe një të ardhmen të sigurt për çdo shqiptar. Në këtë analizë që u bë, që praktikisht tregon rrënjët e vërteta të realitetit shqiptar dhe rreziqet e mëdha që i kanosën. Mendoni ju që qeveria e sotme, zoti Rama dhe grupi që ai përfaqëson, mund ta fusin vendin në kaos të qëllimshëm, pikërisht për të parandaluar ndryshimin e pushtetit, dhe a janë të përgatitur partnerët ndërkombëtar për këtë skenar, i cili mund të përfundoj pastaj edhe në sigurisën e fundit që ata mbase duhet ta kenë mendin e tyre që për të parandaluar kaosin mund të sjellin trupa ushtarake siç i kanë sjellë 2 herë deri tani. Unë nuk e uroj vendit tim këtë. Dhe shpresoj shumë që pavarësisht për dëshpërimit legjitim që kanë drejtuesit e korruptuar të qeverisë aktuale, sepse gjysma janë burg e gjysma janë rrugës për burg, do t'ja kursejë Shqipërisë një çmenduri të tillë. Shqipëria sot është antare e NATO-s dhe interesat e sigurisë së Shqipërisë janë interesat e sigurisë së çdo antarit NATO-s, sepse deviza e sigurisë euroatlantike është e qartë. NATO është aq e fortë sa hallka e vet më e dobët. Dhe jam i bindur që në bashkëpunim me faktorin euroatlantik, ne do të arrijmë të shmangim një skenar të tillë pa përgjegjëshmërie, por sigurisht kjo nuk është thjesht dhe çështje e vokacionit ton si koalicioni euroatlantik, numri 4 në zgjedhjet e ardhshme, është mbi të gjitha çështje e vetëdijësimit të votuesit shqiptar, sigurisht edhe mbështetjes ndaj drejtësisë pavarur për të ecur pas një ngurrim, siç e ka nisur, duke çuar të pandëshkuarit e mëdhenj shqiptar aty ku kanë vendin para drejtësisë dhe para pahekurave. Duke kuptuar kështu që nuk ka rrugë tjetër përveç llogaridhënies dhe marrjes përgjegjësisë. Nëse se ke marrë politikisht, do ta marrësh para drejtësisë. Prandaj është themelore që ne këmbgulim te kjo çështje. Duke mbështetur koalicionin euroatlantik numrin 4 në fletën e votimit, shqiptarët i japin mbështetje totale drejtësisë së pavarur, strukturës posaçme antikorrupsion, që të pamundsoj edhe një skenar të tillë destabilizues për interesat e një grushti politikanësh. Pra për të dhënë fund kohës, siç është deri më sot, ku shumica e këtyre politikanëve me krye kryeministrin dhe kabinetin e tij qeveritar janë gjendje të bëjnë gjithçka për interesat e tyre kundër interesave të shqiptarëve. Do ju mendoni që SPAK-u është mjaftueshëm? SPAK-u, mbështetja popullore për formacionet politike, koalicionin euroatlantik, që qëndron në mbështetje të tij dhe ka një program të qartë dhe të besueshëm dhe të ekzekutueshëm, dhe pa diskutim edhe një linjëzim i plot dhe i pa hezitueshëm me partnerët tanë strategjik. Te kjo ndërthurje kanë gjetur formulën e suksesit dhe kombet zhvilluara të perëndimit si Italia, fqinjë ynë perëndimor, dhe s'ka pse mos ta gjejë edhe Shqipëria, pasi kjo ka qenë edhe rruga e suksesit për të tjerë aktorë rajonal që i përmendëm më herët, nga Rumania te Kroacia. Ju jeni pak optimist në këtë, unë jam pak më pak optimist se sa ju. Unë mendoj që në kushtet e Shqipërisë, siç ishim të fundit në komunizëm që dolëm, çdo krahasim që ne bëjmë me vendet e tjera çalon me shtetet e tjera. Për 1 milion e një arsye. Dhe mendoj që edhe ky skenar që në mendjen tonë na duket i pamundur, ai duhet menduar. Sepse në të tilla situata është futur, në të tilla rrethe vicioze është futur vendimarrja në Shqipëri, politika në Shqipëri, ekonomia në Shqipëri, pjesëmarrja e grupeve ndërkombëtare dhe të vendit të krimit organizuar dhe mbase edhe të shteteve të cilat janë të interesuara për të krijuar probleme. Armiqëson dhe interesave euroatlantike dhe shqiptare, absolutisht. Pra, domethënë, këto nuk janë situata të lehta, është një zinxhir, është një zinxhir që mund goditet në hallkën e tij më dobët. Pa diskutim. Dhe edhe ky skenar u mendoj që është mirë që të shkojë në arsyen dhe në kujtesën, në vëmendjen e partnerëve tanë ndërkombëtar. Sepse paradoksisht mund të bësh premtime zgjedhore dhe premtimet zgjedhore bëhen mbi
normalisht mbi të ardhurat që ti ke sot. Por nesër mbasi mos i kesh të ardhura. Nuk ka premtime zgjedhore më. Do luhet për jetë për vdekje për stabilitet. Absolutisht. E kuptoj fare mirë dhe jam tërësisht i vetëdijshëm i shkallarës të poshtë që mund sjell një proces tjetër i manipuluar zgjedhor për llogari të politikanëve të korruptuar që duan me çdo kusht të shkatërrojnë reformën drejtësi dhe të mbajnë peng Shqipërinë. Nuk jam i pavetëdijshëm për këtë. Jo më quajtet një optimist, ndoshta është një cilësim që më takon, po duhet t'ju kujtoj që flas me përgjegjësi të madhe, siç kanë folur atëherë kur më cilësonin optimist në raport me futjen e vendit NATO, apo më cilësonin optimist në raport me procesin e heqjes vizave. Sigurisht, i marr si krahasim janë procese të ndryshme, po të ngjashme, për të thënë që potenciali i Shqipërisë për të ndryshuar me mbështetjen ndaj drejtësisë pavarur dhe aleatët me krah është shumë i madh. Po që ky potencial mos mbetet thjesht potencial apo akoma më keq të rrënohet, duhet faktori vendimtar, që është qëndrimi me votë, jo thjesht mlefi të sharat ndaj qeverisë, cilat nuk kanë sosur tash 4 vjet e më gjatë, por qëndrimi me votë i qytetarit shqiptar me 11 maj, së bashku me këto dy faktorë tjerë kryesor, mbështetja për drejtësinë, për të quar para drejtësisë, para përgjegjësisë penale, ata që kanë refuzuar deri më sot përgjegjësinë politike por dhe penale, dhe linjëzimi total me aleatët tanë gjeostrategjik, me Euroatlantikët, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me Britaninë e Madhe, sepse kësaj radhe, ndryshe nga çdo herë tjetër, çdo cëlim i stabilitetit ton ka një efekt drejt për drejt edhe tek arkitektura e sigurisë euroatlantike, sepse ne jemi antar të NATO-s, dhe siç e thash, aleanca është aq e fortë sa hallka e vet më e dobët. Prandaj e them me përgjegjësi totale, njësoj siç kanë besuar që rrugtimi për futjen e Shqipërisë në NATO do të ishte i vështirë, por jo i pamundur, njësoj siç kanë besuar se rrugtimi për të hequr vizat për shqiptarët dhe për të gëzuar lëvizjen e lirë në zonën Schengen do të ishte i vështirë, por jo i pamundur. T'ju drejtohem me këtë mesazh sot shqiptarëve që rrugtimi për të lënë pas një qeverisje të korruptuar dhe një klasë politikanësh që mendojnë vetëm për veten e tyre dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin për interesat e tyre kundër interesave të shqiptarëve, do të marrë fund dhe ne do të japim Shqipërisë një të ardhmen të sigurt, një ekonomi të zhvilluar, pikërisht duke luftuar korrupsionin, duke mbështetur drejtësinë e pavarur, duke mbështetur meritokracinë dhe konkurrencën e hapur në çdo fushë të jetës, në politikë, në ekonomi, në arsim e kudo tjetër, dhe duke bashkëpunuar ngushtë me Euroatlantikët, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe dhe Bashkimin Evropian. Zoti Basha, problemi është që me ardhen e Trumpit në pushtet, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që SPAK-u vetë është më i fortë se kurrë. Plotësisht dakord. Për një arsye vetme. Projekti i reformës për drejtësi është një projekt evropian, i Bashkimit Evropian. Futja në lojë e Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte më tepër si asistim se sa si lojtar kryesor, pra për ta lehtësuar procesin. Brenda këtij procesi të lehtësuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës u bë mundur edhe futja e institucioneve jo publike, të cilat në një farë mënyre edhe kanë frenuar dhe mund të kenë drejtuar dhe timonin e punës së SPAK-ut dhe reformës së drejtësisë. Me largimin e Trumpit në mënyrë dinjitoze për t'i thënë Europës ju zgjidhini vetë çështjet e juaja, Bashkimit Evropian, unë mendoj që tashmë BE-ja do të jetë vendimarrësia e vetme edhe në mekanizmin që ka emrin SPAK dhe reformë drejtësi në Shqipëri. Dhe kjo do të jetë pozitive. Pa diskutim që Bashkimi Evropian është investitor kryesor sepse i takon të jetë investitor kryesor. Shqipëria nuk është Porto Rico apo Costa Rica. Patjetër. Është në zemër të Europës, do të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Kështu që është për më shumë një blueprint, një reformë standarde e përdorur edhe në vende të tjera. Patjetër. Por duhet të them diçka në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë para dhe në veçanti pas ardhjes, pas rikthimit presidentit Trump në shtëpinë e mbarë. S'pari, mos harrojmë që reforma ka marrë hof gjatë presidencës së parë të presidentit Trump. Dhe së dyti duhet t'ju kujtoj që presidenti Trump e ka bërë qartë që ditën e parë në zyrë, kur firmosi urdhrin ekzekutiv për përcaktimin e organizatave kriminale
të trafikut të drogës si organizata terroriste, se ka vendosur të vazhdoj politikën e presidentit Biden në raport me konsiderimin e korrupsionit si një kërcënim të qartë dhe të pranishëm, po përdor gjuhën zyrtare amerikane, clear and present danger, kërcënim të qartë dhe të pranishëm ndaj sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Merri këto të dyja bashkë. Përcaktimin e karteleve të drogës në Amerikën Latine, por kudo, dhe dihet se me kë bashkëpunojnë në Europë. Si organizata terroriste, dhe rikonfirmimin e korrupsionit si një kërcënim i qartë dhe i pranishëm ndaj sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kupton që pas entuziazmit të Edi Ramës për largimin e amerikanit të fundit nga SPAK-u, tashmë që është konfirmuar dhe zyrtarisht rikthimi aktiv i Obdatit dhe i ekspertëve të agjencive ligjzbatuese, respektivisht pranë prokurorisë dhe byros kombëtare të hetimit, është lajmi më i mirë për shqiptarët, lajmi më i hidhur për të korruptuarit, sepse Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë avancimin e reformës në drejtësi, mbështetje totale ndaj SPAK-ut dhe çuarjen deri në fund betejës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shqiptar, interes kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe këtu nuk mendoj se ka ndonjë mospërputhje me doktrinën e presidentit Trump, Amerika e para. Amerika e para në raport me këtë çështje do të thotë mbështetje totale për SPAK-un, luftë totale ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri. Do me thënë, zoti Basha, për ta bërë një përmbledhje të gjithë kësaj analize, nëse marrim rastin hipotetik që zoti Rama dhe Partia Socialiste fitojnë këto zgjedhjet në këto kushte, ju mendoni që partnerët ndërkombëtar do t'i quajnë të ligjshme këto zgjedhje, apo Shqipëria do të futet në një proces zgjedhjesh së afërme mbas zgjedhjeve të 11 majit? Unë dua t'i përgjigjem kësaj pyetje me disa të vërteta, të thjeshta dhe të kuptueshme nga çdo qytetar. Nuk ka mundësi në botë, nuk ka ndodhur ndonjëherë që një qeverisje, që qeveris nga keq e mos më keq, nga mandati i parë në të dytin e të tretin, të pretendoj një mandat të katërt ku qeveris më mirë. Nuk ndodh. Në vende demokratike. Nuk ndodh as në vende ku ka pasur koalicione të mëdha si Angela Merkel. Ne e pam që cilësia e qeverisjes ra dhe madje një nga arsyet që i dha shkak rritjes së partive të ekstremit të djathtë ishte pikërisht degenerimi i qeverisjes, në veçanti mandatin e katërt. Është Gjermani. Në koalicion të madh. Imagjinoni një parti që mban me thonjë pushtetin, ndërkohë që i shkojnë në burg jo 1, jo 2, jo 3, jo 4, jo 5, jo 6, po 10 ministra, zëvendësministra, drejtor përgjithshëm, kryebashkiak, deputet. Pra nuk ka shanse. Mënyra e vetme se si Edi Rama mendon ta navigoj këtë situatë është duke thënë o Sali Berisha o unë, pra duke luajtur kartën e frikës me një pjesë votuesve që kanë ata asociacion që kanë ndaj njërit për aktorëve në zgjedhjet e ardhshme. Por kjo është tërësisht e pamjaftueshme. Kjo nuk sjell bukë tavolinat e shqiptarëve, nuk mbush xhepat e tyre, apo tavolinat e tyre, nuk ju kthen fëmijët e larguar në emigracion, as nuk i ndal ata që duhet largohen, nuk kthen besim dhe optimizëm te sipërmarrja shqiptare, nuk kthen nivelet e prodhimit dhe të eksportit dhe të fitimit, dhe as fermerët që kanë falimentuar, dhe as mbush shkollat, dhe as rregullon spitalet. Kjo është një formulë e politikës së frikës, e cila mund të japë një rezultat për një kohë të shkurtër, e kam fjalën për javë apo muaj, po kurrësesi të prodhoj një mandat të katërt për një kryeministër dhe një qeveri e cila, siç u thash, ndodhet me një këmbë në burg aty ku i kanë shokët dhe një këmbë para përgjegjësisë penale. Dhe pa diskutim, në fondamentale, zgjedhjet e 11 majit ose do të prodhojë një zgjidhje demokratike, që pa diskutim do të jetë largimi i Edi Ramës dhe i grupit tip politik nga pushteti. Dhe kjo është arsyeja pse ne nuk futemi thjesht si një numër në listë, numri 4, po futemi si kontestues për t'i dhënë shqiptarëve alternativën qeverisjen e nesërme, koalicioni Euroatlantik me programin ton, me ekipin ton, ose nëse zoti Rama sërish do të insistoj
në përdorimin e mjeteve ekstraligjore, antidemokratike, vetëm për të mbajtur me thonjë pushtetin, makthi i qartë dhe i pranishëm tek ai dhe të bashkëpunëtorët e tij për përballjen me drejtësinë do dyfishohet, sepse përballja me drejtësinë vetëm do të vazhdojë, por do të duhet përballet edhe me gjykatën më të madhe dhe më të frikshme që njeh një shoqëri, që është gjykata e opinionit publik. Me gjithë çfarë ngërthen opinioni publik, me gjithë grupet e interesit, nga sipërmarrja, te studentët, te rinia, te çdo përfaqësues i interesave më të mira të familjes vetë e të fëmijëve të vet. Nuk ka shanse pas një zvarritje si kjo të mërshme për Shqipërinë, duke shfrytzuar edhe dobësitë e investuara tek opozita nga zoti Rama, të vazhdoj të tërheq Shqipërinë zvarr edhe 4 vite, e pa imagjinueshme. Prandaj, rruga e drejtë do të ishte mos prekja dhe mos cënimi dhe mos ndikimi i vullnetit popullor, por në çdo rast, rruga e korrupsionit shqiptar do të jetë e shkurtër dhe e dhimbshme. Shqiptarët, njësoj si kombet e tjera të Ballkanit që janë tashmë anëtarë të Bashkimit Evropian, e kanë përcaktuar rrugën e tyre dhe do të largojnë çdo pengesë, duke nisur nga pengesa kryesore, që është korrupsioni, pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik dhe për të ardhmen e shqiptarëve. Zoti Basha, falenderoj për pranimin e Prosperos. Kënaqësia ime, faleminderit për mundësinë. Ishte kënaqësi.